Tashmë pothuajse një muaj, skuadra e Peos ka filluar përgatitjet për edicionin e ri. Deri më tani, Peja ka zhvilluar 3 ndeshje përgatitore, ku e ka fituar 1 e ka pësuar në 2 të tjera. Pjesë e shtabit teknik të Verdëzind do të jetë një frymë e re e basketbollit në Kosovë, pasi ata vijnë për Tej Oqeanit. Kryetrajneri i Pejës për edicionin 2025-2026 do të jetë Amerikani Greg Gibson, ndërsa ai do të asistohet nga kanadezi Mike Grilling. Gibson tregoi se si po shkojnë përgatitjet dhe se vetëm ka filluar të ambientohet në Kosovë. Deri më tani përgatitjet po kalojnë mirë. Më në fund rosteri u kompletua i tëri. Po fillojmë të punojmë si ekip dhe atmosfera është tepër e mirë për brenda. Na pret një kampionat i gjatë dhe shpresoj të shkojë si e kemi menduar dhe pa lëndime. Prej ditës së parë gjithçka ka shkuar për mrekulli. Si po e shohin njerëzit e Pejës e duan shumë basketbollin dhe kjo më ka pëlqyer shumë. Po ashtu, ai foli edhe për ndeshjet miqësore, që Peja i zhvilloi fillimisht kundër Beslidjes, më pas vllazënimit dhe në fund Rabotničkit. Këto ndeshje për mua dhe për ekipin ishin vetëm ndeshje kontrolluese. Unë jam duke mësuar nga filozofia e tyre e lojës dhe ata po mësojnë edhe më shumë nga unë. Këto ndeshje na ndihmuan edhe nga ana fizike, pasi momentalisht nuk jemi edhe shumë mirë në këtë aspekt. Këto ndeshje ishin ashtu siç kam menduar. Jo lojë e bukur, por shpresoj se me të filluar kampionati do të jemi në rregull. E Pejani Arti Hajdari foli për objektivat e klubit, duke theksuar se Peja gjithmonë është në kërkim të trofeve. Objektivat e klubit një herë për gjithmonë Peja din që gjithmonë duhet me qenë pretendent për secilin titull. Atëherë inshallah vetëm nuk kemi lëndime, kemi fat, shkon sezona mirë, besoj që do të jemi pretendent për të gjitha titujt. E i të njëjtit mendim si Hajdari, është edhe veterani amerikan me pasaport kosovare Malcolm Armstead. Mendoj se ka ardhur koha që të dekorohem me një titull, pasi kam disa vite në Kosovë, por fillimisht duhet të fokusohemi te gjëra tjera, të ushtrojmë fort e të bëhemi më të mirë çdo ditë. Synimi kryesor është titulli, por nëse nuk fokusohemi çdo ditë te gjërat e përbashkëta, ajo bie poshtë dhe s'mund të arrijmë. Sezoni i ri i Superligës së Kosovës në basketboll nis me 34 tetor, teksa në xhiron e parë Tabori Pejan do të jetë mysafire e kampionës në fuqi Trepçës.